Selam aleikum dhe mirë se takohemi edhe këtë dielëm 23 nëntor të dashur të nderuar shikues e dëgjues të RTV Pendimit me emisionin tonë të rregullt javor Drita e së vërtetës. Kemi nderën dhe kënaqësinë që përsëri hoxhën e dashur nderuar hoxhën Vedel da kemi në studio të cilët dëshirojmë mirë se ardhur selam aleikum dhe mirë se trunë Zoti. Aleikum salam wa rahmatullah, mirë se gjatëm, Allah e nderoft. Dhe Allah shpërblet për mundin që të regoni tash sa vite edhe për pranimin tonë të sonte këtu. Jemi tek sjellja mirë hoxhë dashur ndëruar me besimtarët dhe fjala është për juve. Po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Fillimisht e falenderojmë Allahun e madhëruar dhe vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të takohemi së bashku dhe jemi çdo herë me mësimet e Kuranit dhe me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe padyshim se njeriu do të ishte shumë i varfër, njeriu do të ishte i pamotivuar, i pafuqishëm, i pa nxitur për punë të mira, sikur të mos ishin mësimet e Kuranit dhe të sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në këto zhvillimet e havshme, zhvillimet e mëdha që në bën për botë kohët e fundit, njeriu sikur të mos jetë i lidhur me krijuesin, me Allahun e madhëruar, sikur të mos ketë një udhëzues apo një mësues siç është pejgamberi alayhi salatu wassalam, mundet njeriu me devijuar shumë lehtë. Dhe kur në këtë popull po flas, edhe në këtë vend, po edhe në popull tjerë edhe vende tjera, e keqja nuk është për hap kaq shpejt ndonjëherë në historitë njerëzimit, s'mbahet mend, me të madhe. Kur ndonjëherë nuk dihet që të ketë pas kaq mbështetje prej shumë anëve për veprimet, për dukuritë negative që janë dukuri deviante, dukuri shkatërruese. Saqë çdo gjë e keqe që bëhet stimulohet dhe nxitet, po me një emën tjetër. Derisa derisa ajo vepra si vepër është vepër e shëmtuar, po e zom ata të cilët e ushtrojnë prostitucionin apo diçka të ngjashme, çka e stimulojnë njëri tjetrin, apo thonë s'ka gjë të keqe derisa është me pëlqimin e të dy palëve, dy partnerëve, çka ka të keqe, ajo me vullnet, me dëshirë, nuk është ndonjë, me thonë, ndonjë dhunë apo ndonjë diçka e ngjashme. Ai tjetri merr parë, me kamat, me fajde jep, me kamat, me fajde ku ta diunë, thotë jo çka ka të keqe këtu, po kontribuojnë, po ndihmojnë njëri tjetrit. Ai tjetri e vjedh shtetin, e vjedh rrymë, nuk e paguon, apo ujin, apo mbeturinë, apo diçka tjetër. E thotë shteti nuk ka gjë të keqe, thotë njeriu nuk bën me vjedh. Edhe ai tjetri pin alkoolin, ja një gotë nuk është gjë e keqe, mos me pi shumë, mos me des, se përndryshe si te kish vetdijen, është një thënie në popull e paqëndrueshme që gjëja se derisa te e pin atë, nuk ka problem, ama nëse të pin ty alkooli, ka problem, ai tjetri pin marihuanën, ai tjetri tjetrën, edhe kështu këshijet edhe po shtohen dita ditës. Andaj besimtarët musliman nga një herë sikur po i zbehin raportet me njëri tjetrin, sikur ka një ftohtësi në mes të tyre, se kulturat e ndryshme që kanë depërtuar këto e stimulojnë apo e nxisin një gjë të tillë, që njerëzit të jenë të ftohtë me njëri tjetrin, njerëzit të kenë raporte sa më të rralla me njëri tjetrin, ku ta diunë, pastaj edhe sjelljet nuk janë që kanë qenë përpara. Kështu që është obligim kuranor, është obligim fetar që me qenë afër njëri tjetrit, me ndihmu njëri tjetrin, me u sill mirë me njëri tjetrin, sepse
Zoti në mënyrë të prerë urdhënon thotë wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, ndihmoni ndërmjet vete, apo ndihmoni njëri tjetrin në çka? Në bamirësi edhe në devotshmëri. Në bamirësi, me një fjalë në punë të mira, ndihmoni njëri tjetrin, sepse të tjerët, jo besimtarët dhe njerëz të prishur, po ndihmojnë njëri tjetrin në punë të këqija, në përhapjen e së keqes. Dhe në kalim i përmenëm disa prej dukurive negative që janë të përhapur, apo edhe plot të tjera përmendi i gjensën këtë popull dhe në këtë vend të vogël. Dhe sikur tash ne si besimtar musliman të mos punojmë këtë drejtim që të jemi afër njëri tjetrit si një trup, edhe këta virusa apo këto viruse që po vinë të mos i largojmë nga trupi jonë, atëherë i tërë trupi do të preket nga virusi. I tërë trupi do të ndjen dhimbje dhe ka mundësi pastaj mu infektua dhe shoqëria, se ai virusi kur infekton dikon, pastaj çka përhapet tek të tjerët, dhe nëse nuk marrim masa preventive apo penguese, ai nuk ndalet. Andaj njerëz të mençur i rrin gati këtyre gjërave edhe marrin hapat e duhur, hapat konkret për me ndalë përhapjen e të këqijave që janë kogja shumë në numër. Që lusim Allahun e madhruar të na ruaj neve, familjet tona dhe popullin tonë në përgjithësi. Të cilemi mirë me njëri tjetrin, po, ajo është, siç e thash më herët, është urdhën i Zotit, është urdhën koranor, që besimtarët të dallohen prej të tjerëve në sjellje në raport me njëri tjetrin, të jenë afër njëri tjetrit, të jenë në ndihmë apo në shërbim të njëri tjetrit, me një fjalë të jenë një trup, që të mirën e përjetojnë bashkë, po nëse edhe i godet sprova apo e keqja, edhe ato me përjetu apo me kalu krizën apo sprovën bashkë. Dhe për me qenë kështu do të me fillue prej momentit kur takohemi me njëri tjetrin. Momentin kur takohemi me njëri tjetrin, çka? Me qenë të ngrohtë, apo me qenë mikpritës, me qenë të dashur, me qenë të mirë me njëri tjetrin dhe me fillu çka? Me përshëndet njëri tjetrin. Qysh është ai rregulli fetar, çka i riu e përshëndet të vjetrin. Ai që fillon i pari me përshëndetje është e preferuar, është sunet të fillon me selam. Për ata dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i tregon ato të drejtat apo ç'mi quajt obligimet që i kemë karshi njëri tjetrin. E para prej tyre bile këtu përmendet tekstualisht selami, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë idha laqitahu fasallim alayh. Kur të takosh ti vllaun tën besimtar, vllaun tën musliman, çka përshëndete me selam. Dhe selami është një përshëndetje e bekuar, përshëndetje me lajkeve, përshëndetje e banorëve të xhenetit, përshëndetje e njerëzve të mirë, dhe versioni më i shkurtër i selamit është Assalamu alaikum, që do thotë paqja e Allahut qoftë mbi ju. Po, edhe më mirë kish me qenë nëse i themi besimtarve Assalamu alaikum wa rahmatullah, që do thotë paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kjo është e dyta, dhe e treta është edhe më e mirë se e para dhe e dyta, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatit apo bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Është realitet i hidhur që përshëndetjet kanë degradue, përshëndetje me 2-3 shkronja, përshëndetje që s'ju dihet domethënia, përshëndetje të pa kuptueshme, pa ndonjë, që me thonë, tradit në këtë popull apo në këtë fe, kanë hyrë këtu në popullin tonë. Andaj ne që kemi identitet fetar, që kemi besimin islam, përshëndetjen më të mirë e kemi çka? Selamin. Përshëndetjen më të mirë e kemi selamin. Kjo është, përveç është përshëndetje e banorëve të xhenetit, është edhe përshëndetje e banorëve të tokës, e muslimanëve. Ashtu që ishe përmenda më herët që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të takosh vëllaun besimtar musliman, çka përshëndete me selam. Dhe ka thonë më i miri prej jush është ai që fillon i pari me selam. Më i miri prej jush është ai që fillon i pari me selam,
dhe kur t'jap ai selam, t'i ja kthen në njëjtën mënyrë ose duke u lutur edhe më shumë. Për shembull, ai thotë selamu aleikum, ti thuaj aleikum assalam wa rahmatullah. Ai nëse thotë selamu aleikum wa rahmatullah, ti thuaj aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sepse për çdo shtesë janë nga 10 shpërblime. Selamu aleikum 10 shpërblime, wa rahmatullahi 20 wa barakatuhu 30. Pra, kjo është rregulli. Por edhe një gjë duhet ta di mirë se me dhon selam me përshëndet njëri tjetrin është sunnet, është tradit prej traditave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sunnet prej sunetave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa për me kthy selamin është wajib, është obligim. Pra, për me kthy selamin është obligim, mirë po nuk është obligim të gjithë, por na jena këtu 10 vet apo 20 vet, edhe vjen dikush e jep selamin, mjaftojnë disa me ja kthy selamin. Bile mjafton edhe një me ja kthy selamin në emën të krejt, në emën të grupit apo në emën të xhamatit. Nëse një thot wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, përgjithësia shkarkohet prej të gjithë. Po e zam, jemi 20 vet. Vjen njëri jep selam, e asnjë nuk e kthen selamin. Asnjëri nuk e çon vend vajibin. Atëherë çka mëkati bie mbi të gjithë. Nëse një e kryen, shkarkohet domthonë përgjithësia prej të gjithëve. Po nëse asnjëri prej tyre nuk e kthen selamin, atëherë përgjithësia çka ju ngarkohet të gjithëve atyre që janë prezent. Një gjë e tillë nuk është me të shtitjen. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që me pas parasysh kur të shtin besimtari musliman. Idha atase fa hamida Allah fa shammithu alayh. Që do të thotë, nëse të shtin vëlla besimtar musliman, atëherë çka fa shammithu alayh, atëherë nëse ai falënderon Allahun, pra të shtin edhe thot elhamdulillah, fa shammithu alayh do të thonë çka ktheja të shtimin, atë don që ka bëu elhamdulillah, çka duke i thonë yerhamukallah. Pastaj ky që ka të shti, ka falëndëruar Allahun, ky që të shtiu edhe falënderoj Allahun, tha alhamdulillah, kur ti thuaj yerhamukallah, ai thot yahdina wa yahdikumullah wa yuslib alaykum. Allah na udhëzoft neve dhe juve dhe përmirësoft gjendjen tonë. Tash të shti një person, edhe thot elhamdulillah, po këtu jemi 10 persona na që kemi dëgjuar falënderimin e tij. A mjafton njëri me thonë yerhamukallah dhe me u krye, a dohet secili? Jo, secili prej atyne që dëgjon atë që të shtive dhe tha elhamdulillah, secili prej atyne duhet thot yerhamukallah. Te selami vetëm njëri thot aleikum assalam wa rahmatullah, edhe e kryen, në rregull është. Po dojnë gjithë edhe më mirë. Të shtima, nëse ai që të shtin thot elhamdulillah, atë nuk mjafton një apo dy, po gjithë ata që janë prezent, që dëgjojnë fjalën elhamdulillah, të gjithë ata obligohen, e kanë obligim, është obligative të thonë yerhamukallah. Dhe tjetra prej sjelljes së mirë të besimtarit musliman ndaj besimtarit është me qenë afër besimtarit kur ai ka nevojë, kur ai të fton. Edhe pa marrë parasysh për çka do që të fton, shkolla për punët e mira duhet mi përgjigj ftesës së besimtarit musliman. Përveç se nëse e dim se nëse ne i përgjigjemi ftesës edhe shkojmë tek ai besimtari musliman, dhe aty duhet mu ballafaqu me ndonjë të keqe, me ndonjë haram apo diçka të ngjashme, në ato raste nuk i përgjigjemi ftesës. Përndryshe, çka do të mi përgjigj se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se kjo mi përgjigj ftesës së besimtarit musliman është obligim, është çka adhurim obligativ apo ritual obligativ. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë wa idha da'aka fa'ajibhu. Që do të thotë dhe nëse të fton, nëse të thirr besimtari musliman, përgjigjo ftesës apo përgjigjo thirrjes së besimtarit musliman. Këtu duhet me pas parasysh që prej devotshmërisë dhe modestisë, thjeshtësisë së besimtarit musliman është mi përgjigj ftesës së besimtarit musliman edhe kur nuk ka, do me thonë, autoritet, nuk ka fama, apo nuk ka shkollim, apo nuk ka pasuria, nuk ka fëmija, ku ta dione. Sepse nëse të fton në këtë kohë ku jemi na duke jetue,
në këtë kohë nëse të fton një njeri autoritativ, që po i thonë tash ftyrë publike, apo nëse të fton një njeri i pasur, një njeri po thonë me pasuni të madhe, edhe një njeri që e njohin njerëzit, këtu mi përgjigj ftesës nuk është shumë interesant, sepse dihet që shumica këtu përgjigjen ftesës. Amo nëse të fton ndonjë i vjetër, apo ndonjë i smur, fani, apo ndonjë fëmijë apo dikush tjetër, këtu tregohet ai sinqeriteti, këtu tregohet devotshmëria. Kështu që do të mi përgjigj ftesës si të pasurit, si të varfrit, si atij që ka autoritet, si ky që s'ka autoritet, si ai që është në pozitë, sikur ky që s'është në pozitë. Sigur ai që është dietar, sigur ky që është i padijshëm, nuk e arrin shkallën e dietarit, as nuk është afër dietarit, po e ka atë imanin, besimin në Allahun, e ka islamin, praktikimin e islamit, atëherë duhet më përgjigj ftesës. Po nëse fton ndonjë plak i vjetër, i shtymosh, që spritet diçka prej tij, ku me diçka, duhet më përgjigj. Po nëse fton ndonjë fëmijë, duhet më përgjigj. Edhe nëse fton një i pasur, duhet më përgjigj. Edhe nëse fton një i varfër, duhet më përgjigj me përjashtim nëse kur na ftojnë dikun aty bëhen haramet në atë vend. Në atë vend ushtrohet harami, atëherë në këto raste nuk duhet më përgjigj ftesës së besimtarit, edhe çka me ja bo qefin atij besimtarit e me ja prish qefin kujt Allahu te bareke wa taala. Për ata rregulli i fesë apo rregulli i artë është nuk ka bindje ndaj krijesave duke i bërë gjuna krijuesit. Nuk ka bindje ndaj krijesave duke i bërë gjuna krijuesit. E tjetra prej sjelljes së mirë të besimtarit ndaj besimtarit është ajo që tha më herët, kur të shtin, thot elhamdulillah, silla jone e mirë është me thonë yerhamukallah, Allahu të mëshiroft. Pastaj prej sjelljes mirë të besimtarit ndaj besimtarit musliman është me i bo vizita her pas here, me i shku her pas here kur ai është i smur. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wa idha marida fa'udhu. Dhe nëse smuret vllavi yt besimtar musliman, shka her pas here, vizitoj. Nëse smuret vllavi yt besimtar musliman, shko vizitoje her pas here. Çfarë do thotë kjo? Nuk mjafton njëri i smur një vit apo 2 vite apo 3 vite e me shku veç një herë dhe u krye. Jo. Me shku her pas here, po nuk ka nevojë me ndajt aty një kohë gjatë, nuk ka nevojë me hangër patjetër buk apo drek apo dak apo ta diun e me pi kafe, çaj. Jo, sa më shkurt. Edhe çka me bo doa, me i thonë la bes, tahurun inshallah, s'ka gjë, pastrim inshallah, me lut Allahun me shërua, me shërim të plot, o Allah shëreje me shërim të plot, sepse shërimi është ekskluzivisht në dorën e Allahut te bareke wa taala, e shëron ato që don Allahu taala dhe e lën të smur ato që don Allahu te bareke wa taala. Dhe njeriu me kuptu çfarë vlere ka vizita të smurve, vizita e vëllezërve pa intereset e kësaj bote, nuk do të kishim lënë ndonjë të smur, qoftë e familjar apo jo familjar, pa e vizitu atë. Sepse në momente që besimtari musliman del prej shtëpisë dhe ajo dalja që e bën prej shtëpisë është vetëm për Allahun te bareke wa taala. Nuk e bën për diçka tjetër. Dhe shkon te vllavi i tij musliman për me vizitue, qoftë i shëndosh apo edhe i smur, me lajket luten për këtë besimtarin musliman, saqë nëse e bën paradite, gjatë tën paraditës me lajket luten për vllahun besimtar musliman që ka shkuar vizituar në vllat e tij musliman të smur, e nëse pas dite atëherë luten pas ditës, saqë ka transmetime dikon rreth 70.000 melek luten për ato që viziton pa interes në vllah besimtar musliman që është i smur. Po edhe në përgjithësi vizita
tek besimtarët musliman pa pas ndonjë lidhje interesit të dynjas, siç është paraja, pozita, apo politika, apo diçka të ngjashme, atëherë ajo është një shenjë e madhe që Allahu te bareke wa taala pedon këtë personin që po i viziton njerëzit pa ndonjë interes të jetës së kësaj bote, po çka po e bën këtë vetëm për hir të Allahut te bareke wa taala. Për ata është mirë që vizitat të mos shkputen, sepse me këto ndryshimet që janë bë, edhe me këto zhvillimet kohë të fundit që janë bë, ka ardhur domethënë një farë zhvillimi i ri që pa ndonjë interes të kësaj bote nuk po ka vizita, nuk po ka ndeja, nuk po ka ftesa, nuk po ka përgjigje të ftesave, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Nëse din që një person e ke vizitu për hatët Allahut, dhe s'ki të tërsen, vetëm për hatët Zotit, dije që Allahu po don ty, është shenjë e mirë. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon një rast, thotë një njeri e mori mjetin e udhëtimit, edhe po shkon dal ngadal, po shkon, po udhëton. Edhe duke shku rrugës, një melek e ndal ato, dhe pyet ato, thotë ku po shkon? Thotë po shkoj në filon fshatin, filon vendin, me bo një vizit një vllav besimtar musliman. E meleku në formë të njerit po e pyet, a ki ndonjë interes tjetër, përveç që ki interesin e fes edhe e don ato për hir të Allahut te bareke ve taala, thotë jo, kjo vizitë është ekskluzivisht vetëm pse unë ato e du për hatët Allahut te bareke ve taala, dhe Allahu i thotë melekut përshëndete edhe tregoj se Allahu po të don ty për shkak se ti po e viziton një vëlla besimtar musliman pa kurfar interesi. Dhe vizita apo ndeja për hatët Allahut në një mezhlis, apo sjellja e mirë e ka për kompenzim me të njëjtën monedhë, ato që e bën ti me dikon tjetër, njëjtë ka më të bë ty prej dikujt tjetër, është rregull ky që shpërblimi është prej llojit të veprës, po edhe dënimi runë Zot është prej llojit të veprës. Tjetra, nëse besimtari musliman është i smur edhe kalon ato, mos i kemi bëna do, edhe lutemi për to, Allah shërej me shërim të plot, shërim të shpejt, e kështu me radhë, nëse e kalon këtë krizë mirë, por nëse se kalon, edhe mundet me vdek, kur është i smur, mundet edhe me vdek, edhe pa qenë i smur njerëz po vdesin, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, wa idha mata fatba'hu, dhe nëse vdes besimtari musliman, çka përcilja kufumen, përcilja xhenazën e tij, edhe çka falja namazin e xhenazës, lutu për të që Allah ta falë, që Allah ta mëshiron, e kështu me radhë, dhe padyshim se përcilja e xhenazës edhe falja namazit të xhenazës ka shpërblime të mëdha. Sot që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë nëse ndokush vdes, edhe besimtari musliman ja përcjell kufomen, xhenazën e tij, e pastaj ja fal xhenazën, e ka shpërblim 2 qirat. Të pranishmit i thanë, çka është kjo qirat? Çka është 1 qirat, 2 qirat? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, qirat është një kodër shpërblime sa kodra e Uhudit. 1 qirat, çka shpërblime sa kodra e Uhudit. 2 qirate, shpërblime sa 2 herë kodra e Uhudit. Pra mëno kodra e Uhudit është me kilometra, nëse s'gaboj 12 kilometra e ka perimetrin, e saja kodra me shpërblime është çka për ato që ja fal namazin e xhenazës. Po dhe nëse ja përcjell, atëherë ka 2 qirat. E tash është pak interesante, është e dhimbshme me i pa njerëzit vinë prej fshatëve apo qyteteve të ndryshme, edhe
vinë për me nderuar të vdekurin edhe nuk ja falin namazin e xhenazës. E kjo është, domethënë, kjo fatkeqësi goxha e madhe. Po për çka po vjen varrim? Varrim vihet për m'ia fal namazin e xhenazës, për me u lut, me bë dua, o Allah fal, o Allah mëshiroje, o Allah forcoje me fjalën e lartë. Me fjalën la ilaha illallah që ke forcuar jetën e kësaj bote. E kështu me radhë, po nëse nuk ja fal namazin e xhenazës, edhe nuk e përcjell në mënyrë dinjitoze, nuk e di çka është e rëndësishme apo çka ka nevojë me marr pjesë në varrim. Dhe këto gjama, apo këto rregulla që i ka përmbledh kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë, si të them, si shtylla kryesore që ja lehtësojnë besimtarët musliman me u sill mirë me tjetrin. Shtoja kësajna edhe ato që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është duke ndihmuar robrit të tij, derisa robi i tij e ndihmon vllaun e tij. Pra nëse sillesh mirë, i ndihmon një vllaut musliman, duke ja largu një breng, apo një hall, apo një shqetësim, apo një borxh, që tash njerëzit kanë shumë borxhe, dhe kush ka mundësi është mirë me ndihmu vllaut musliman me kthy borxhin, me la borxhin, edhe nëse ka shumën e caktuar me ja la borxhin ndaj institucione, për shembull, nëse e ka rrymë pa paguar, me ja la borxhin, nëse ka marrë ushqim për me hangër, për me pi, ka shkruar emrin aty në fletore, në atë listën e borxhlive, me shku me ja la borxhin. E diçka do të thotë kjo. Kjo është, domethënë, dhuratë e madhe. Po edhe nëse s'mundesh kështu, atëherë çka të paktën me i dhon borxh, me i dhon nëse ki parë, lek të ndaj që kanë shumë njerëz sot, edhe nuk i shtin parët në kësi vendesh, duke menduar se s'është e rëndësishme, shumë e rëndësishme, dhe borxh me i dhon njerëzve. Sot që nëse jep dikujt borxh, kish probleme të mëdha, po nëse dyerja borxh apo e afatizon borxhin, apo ja shtyn, domethënë, afatin e kthimit të borxhit, vllau tan besimtar musliman, kjo është, domethënë, sadaka. Kjo është lëmosh që sjell shpërblime të mëdha. Po në fakt ne gjitha këto i bëjmë për me arrit kënaqësinë Allah te bareke ve teala mos pari, por normal që i dëshirojmë edhe shpërblimet apo çfarë do që vjen pas atyne veprimeve tona. E tjetra që është një rëndësie të veçantë është që duhet me trajtu besimtarët musliman ashtu siç dëshirojnë ata me të trajtu ty. Nëse ti dëshiron që vllau besimtar musliman me trajtu ty mirë me butësi, kështu çka do të me usill edhe ti do të me trajtue ata. Dhe besimtarët musliman do me qenë model apo me qenë shembull për të tjerë, që do thotë vetë do të me nisë marrë dhe mirë, e pastaj mos prit tjetër. Zakonisht prit ato që është e mirë. Po edhe nëse njerëzit nuk ta kthejnë me të mirë, ti do të me kthy me të mirë. Se këtu kush e humb garën. Nuk është e vërtetë që thotë dikush po na thotë veç bë mirë ata kesh ata ma mirë po kalojnë apo aty në pjesë më mirë. Jo, patjetër këta që bëjnë mirë, këta i kanë ato shpërblimet e mëdha. Këty ne është më mirë, edhe në jetën e kësaj bote, edhe në botën tjetër. E lutem Allahun te bareke ve teala që të na bën për aty në besimtar musliman që në shërbim të njëri tjetrit, sepse nëse funksionojmë si trup i vetëm, edhe aty nuk ka diçka tjetër që na bashkon në trup përveç dashuria për hir të Allahut, apo ndihma për hir të Allahut, apo shërbimin që e bën njëri për hir të Allahut, atëherë kthehet me të njëjtën manedh. Allahu na i kthen ato të mira me të mira të tjera shumë më të mëdha. Dhe padyshim se çdo njeri kemi nevojë për ndihmën e Allahut, çdo njeri kemi nevojë për më mbështet dikon. A ka mbështetje më e mirë se mbështetja në Allahun te bareke ve teala, ashtu që thot Allahu, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, ai që mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë ndihmë, falje, udhëzim dhe shpëtim, dhe vetëm prej tij kërkojmë forcë dhe fuqimin e dhon që me përball me këto të këqija të cilat janë përhap në shoqëri kështu koha më të madhe, po edhe privatisht apo individualisht të persona të caktuar. E lutem Allahun që të më fal mua, prindit e mi,
djetarët e mi, mësuesit e mi, këshilltarët e mi, t'i falë juve edhe të gjithë besimtarët, kudo që janë, t'i falë edhe familjarët tuaj, ata që janë të vdekur, Allah më shiroftë, ata që janë të smur, Allah i shiroftë, ata që janë të pa udhëzuar, Allah i udhëzoft, edhe të gjithë dhe nga dalë kështë Allah të baraka wa ta'ala në xhenetin e tij na bashkoft. Amin. Më shtu më shumë se përveç aminit, Allah nga bëhet për të tillëve, ju qëndroni me ne kthehemi pas një pauze të shkurtë.